Në emën miliona qytetarëve shqiptarë që kanë respekt e dashuri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ky vend i urojmë 4 korrikun, njëkohësisht u urojmë 250 vjetorin e pavarësisë ose këtë jubileet të madh Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shoqata Miqtë e Amerikës e ka këtë aktivitet e kemi bën koordinim me këto institucione, mirë po njëkohësisht duke informuar institucione shumë të larta edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga këto fotografi do të dërgojmë përfaqësuesve liderë shumë të lartë amerikan. Përndër këtij jubileu e kemi kriju një kartolinë me 3 presidentet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dera shumë madhe është e plasifikuar. Jo rastisht e kemi bërë këtë kartolinë, sepse këto janë personalitetet që janë engjëjt mbrojtës të Kosovës, normalisht me senatorë e kongresistë të tjerë. Mirë po çka është më censorja, falë presidentit Bush të vjetër që e vendosi vinë në kuqe shpëtum pa ndodhur shumë Srebrenica në Kosovë, falë presidentit Clinton u intervenu në Kosovë nga forcat e NATO-s. Emisione se ky njeri ne ka pru lirik. Ty thonë edhe uqikës, luftës uqikës, po ky është me thonë me një fjallë tjetër, pa keq kuptim, zoti jo. Ky është një njeri që s'do të harron kur publik Kosovës me Toni Blerin e Hillarin e me Albrojtin, këta duhet me ditë kjo rini, kjo popull, 75 vjetë i kam, se ditëlindja e popullit e rinisë Kosovës, armiqë Kosovës, është e ka emrin Bill Clinton, Hillary, Toni Blair, të gjitha ata që kanë kontribuar. Yeah, I think this is amazing. We came to see Kosovo for today, 4th of July, and then to find the Bill Clinton statue and just see all these people standing around and celebrating. It finally makes me feel a little proud to be an American right now, because with things going on in my country, I'm always not so proud of what we've done. But the fact that we sort of helped out Kosovo and have created this country now, I think it's really special to be here. So when we pulled up and saw all this, I was really excited to kind of celebrate America a little bit. So this feels really wonderful and I'm really proud. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shtetin ndërkombëtar me kikomi shqiptar, i cili më së shumti na ka përkrahur, na ka ndihmuar për të fituar pra shtetin e dytë shqiptar, Republikën e Kosovës, e cila ka kushtetutë laike. Po jashtëzakonisht mirë, kombi shqiptar e din kush është shpëtimtari i kombi shqiptar edhe i Kosovës normal gjatë luftës, edhe për atë shqiptarët, të gjithë shqiptarët, jo vetëm kosovarët, duhet me festu sot 250 vjetorin pavarësinë e shtetit amerikan. Na duhet mu përkull për çdo ditë shtetit amerikan, i cili ka bën gjithçka për kombin shqiptar, për Kosovën, edhe është duke bërë edhe tani në vazhdim.